Në ndërkohë do t'i bëja thirrje të gjithë shqiptarëve që ta përdorin votën e tyre për të votuar sot dhe mos ta çojnë dëm, pasi siç e dim shumë mirë është një përgjegjësi qytetare e cila duhet ushtruar në një sistem demokratik ashtu siç është Shqipëria dhe me të gjithë aspiratën tonë për të bërë pjesë e Bashkimit Evropian. Pse zgjedhët pikërisht këtë moment zonja Balluku? Jemi mësuar që zakonisht drejtuesit politik janë qenë herët që ushtrojnë të drejtën e votës. Për të thënë drejtën, drejtuesit politik kanë për detyrë të drejtojnë sharkun e tyre, kështu që unë kam qenë gjatë gjithë ditës së zënë, duke ndjekur gjithë procesin, duke qenë se s'ka qenë dhe një proces shumë i qetë në qarkun e Fierit, pavarësisht se Partia Socialiste ka bërë më të mirën për të respektuar dhe për të mos thyer në asnjë moment kodin zgjedhor dhe dua të përgëzoj të gjithë kandidatët e listës Partisë Socialiste për sjelljen shëmbullore që kanë pasur gjatë ditës sotme dhe që do të kenë deri në fund të këtij procesi, gjë e cila besoj që ju e keni faktuar vetë, sepse kanalet tuaja kam qenë duke ndjekur deri tani, nuk është respektuar nga kandidatët e partive të tjera. Ka pasur në fakt pretendime nga Partia Socialiste reagim për një mbledhje të dhënave dhe provave për kryetarin e PD-s në Fier. Çfarë pretendoni, si do të bijoni me këto shkelje që ju konsideroni për krime zgjedhore dhe nga ana tjetër si përgjigjeni palës kundërshtare, pra Partia Demokratike përgënjeshtron, thotë që nuk është e vërtet qëndrimi që mbani ju dhe janë eksponentë të Partisë Socialiste që janë duke monitoruar votuesit dhe duke mbajtur shënim për listat. Tani kjo është një histori e gjatë që na ka ndjekur gjatë gjithë fushatës dhe unë dua të them vetëm kaq. Ne flasim me fakte, me prova, me evidenca. I keni parë në për ekranet e televizioneve sot se si kandidatët për deputet të listës së Partisë Demokratike kanë dhunuar gjithçka nga kodi zgjedhor, duke u futur dhe jo vetëm qarkun e Fierit, e keni pasur edhe në zona tjera, kemi parë një shfaqje shumë të shëmtuar në Vor apo kudo tjetër, janë futur në qendrat e votimit, kanë bërë presion mbi komisionerët, të gjitha këto janë të faktuara me video dhe me foto, edhe me dëshmitar madje, kështu që ne do të bëjmë atë që parashikon ligji, e kemi deklaruar këtë publikisht, janë kallëzime të cilat bëhen nga skuadra ligjore e Partisë Socialiste këtu në Fier, për gjitha rastet që kanë bëjnë me qarkun e Fierit, ndërkohë për sa i përket deklaratave të Partisë Demokratike, për të thënë të drejtën, as nuk i lexoj fare, sepse nuk kanë asnjë pikë të vërtetë dhe është humbje kohe që ti lexosh. Sot do desha toja edhe një gjë tjetër, unë i bëj thirrje të gjithë votuesve të herës parë, pasi kam edhe djalin tim sot që ka votuar këtu me mua, që të dalin të votojnë, sepse këto zgjedhje janë për ta më shumë se për këdo. Shumë faleminderit.